Si të ndihmoi studimi i turizmit për ta parë botën ndryshe Ajtanka? Më kanë mësuar që qenia njerëzore është gjëja më e rëndësishme. Si vendose ti në Gjermani? Ishte thjesht një vendim brenda ditës. Çfarë mësove ti nga rregullat e bashkëtesës në një familje gjermane? Për 2 muajt e parë ka qenë shumë e vështirë. Vetëm qaja, doja prindrit. Hingefallen, aufstehen, Krone richten, weiter geht's. Që do të thotë, në qoftë se je rrëzuar, ngriu, drejto kurorën dhe vazhdo përpara. Pse të duheshin të një palkpuc Prada në atë kohë kur diskutoi ekzistenca? Kam para të filmin Teufel trägt Prada. Djalli vishet me Prada. Djalli vishet me Prada. Kur i bleva dhe i pash në kuti, thash, wow, këto janë të tuat. Po të nesme nuk isha çfarë të haja. Pas humbjes së nënës, si u ndjeve ti? Ishe 24 vjeç atëherë. Cilat janë këshillat më të bukura që të ka thënë nëna dhe babai, që ti ke pasuri të madhe? Babi më tha vetëm ec përpara dhe më bëri me dorë. Çfarë shpresë ke për shoqërinë shqiptare dhe për të ardhmen këtu? Shqipëria do bëhet e mrekullueshme. Në 100%. Janë shumë se sa Gjermania. Do vinë të gjithë mbrapsht, pastaj nuk do ketë më vend. Ne jemi takuar rastësisht në një takim biznesi dhe ti më the, Alketa, gjithmonë mendoj që duhet të jem në podcastin tënd se kam shumë dëshirë të flas për temën time të preferuar për turizmin dhe mendoj që për turizmin në Shqipëri mund të bëjmë shumë mirë ne që kemi një përvojë perëndimore. Ajtanka, mirë se ke ardhur në Inspire. Ti ke ikur nga Shqipëria 17 vjeç apo jo? Në 2004. Në 2004. Si vendose ti në Gjermani me nxitjen e prindërve apo ishte një vendim personal sepse pe një oportunitet më të mirë jetë dhe pune atje? Ishte thjesht një vendim brenda ditës. Një motra ime kishte ikur më përpara në Gjermani dhe thash dua dhe unë të iki, ta provoj një pjesë të Gjermanisë si është, çfarë ofron, çfarë mundësish kam. Dhe u shkollove aty apo jo? Shkollova. Për turizëm. Sa vite ke jetuar në Gjermani? 21 vite bëj tash. 21 vite dhe je kthyer në Shqipëri. Mbas para 2 muajsh, po. Le një nga fuqitë më të mëdha të Evropës dhe u ktheve tek vendi i origjinës. Si ndodhi kjo? Dhe çfarë të rroqi kaq shumë tek rrënjët e tua përsëri mbrapsht? Se është shumë e bukur që ndërkohë që thuhet që shumë shqiptar po ikin nga Shqipëria për një alternativë më të mirë jetë, pune, shkollimi, shumë të tjerë thonë që po vim në Shqipëri se është një alternativë shumë e mirë se ajo që gjetëm atje. Doja gjithmonë të kthehesha në Shqipëri. Emigrimi nuk është gjithmonë i thjeshtë. Pjesa ku unë vendosa që ishte ajo ku thash që do kthehem me të vërtetë në Shqipëri ishte pjesa ku babi im më smur. Dhe isha 6 muaj këtu në Shqipëri dhe përjetova tamam si është të rish në Shqipëri, po fatkeqësisht nuk përjetova si është të punosh në Shqipëri. Dhe aty e vendosa që ti do ta provosh të sfidë dhe mbase ja del. E shijove jetën studentore? Bukur? Shumë. Në cilin qytet ke studiuar? Unë kam studiuar në Bonn. Në Bonn. Në Bonn dhe në Koblenz. Pastaj ke jetuar për 2 vite në Frankfurt apo jo? Po. Cili është vendi më i bukur i Gjermanisë për ty? München. München është shumë i bukur. Dhe është shumë i veçantë. Pse të pëlqen München? Ne i themi, ju i thoni München, ne i themi München, Münih, ha? München, Münih. Më pëlqen se është i vjetër, nuk është i ri si me Gradacella si Frankfurti. Ishte e vështirë të mësoj gjermanishten apo shkova me gjermanishte të mësuar në fillim? Ishte shumë e vështirë të mësoja gjermanishten. Kur shkova në Gjermani nuk kuptoja asnjë fjalë. Te familja ku unë jetova vitin e parë ishte shumë mikpritse. Shumë e hapur, shumë mikpritse. Cila ishte fjala e parë që mësova Ajtanka? E mban mend? Der. Që do të thotë shvajn. Në vend që të blija 1 kilo, ti thoja dua 1 kilo der, i thash 1 kilo mish deri, i thash dua 1 der. Kush të ka thënë ty për herë të parë që Libediq atje? Shumë herë ke dëgjuar këtë fjalë? Po. Shumë herë ke dëgjuar këtë fjalë. Ke një Gjermani jetën tënde tani? Jo, për momentin jo. Okej, tani je me profesionin e martuar dhe po punon që të rrisësh. E martuar me profesionin tim dhe po mundohem që të rrit profesionin tim në Shqipëri. Gjithmonë dëshira përcjell një agjenci turistike të solli këtu në Shqipëri. Menaxhove për një kohë një hotel këtu në Tiranë.
provova menaxhimin, pastaj më the që pata probleme me adaptimin këtu, me kulturën e punës këtu që kishte shumë problematika në raport me mënyrën si isha mësuar të punoja në Gjermani. Në Gjermani është disiplina, është rregulli, liria për të punuar vetëm, për të punuar individual. Dhe këtë e stimulojnë shumë gjermanët. Fatkeqësisht këtu liria për të punuar vetëm nuk këtu të shikojnë sikur ke dal nga rreshti, të gjykojnë. Me çfarë komentesh je hastur për shembull? Komenti që më ka trishtuar ishte kur unë dëgjova që kishin thënë erdhi kjo nga Gjermania dhe do të menaxhoj këtu. Ndërkohë unë jam shqiptare, pavarësisht se kam pasaportën gjermane. Unë jam shqiptare dhe kam emigruar si të gjithë shqiptarët e tjerë. Dhe solla një eksperiencë pune nga një vend shumë i mirë dhe me shumë rregulla, me shumë disiplinë. Dhe kjo ishte që mua me të vërtet më vravi si koment. Plus pastaj edhe të pjesët e tjera që rregullat, stafi, nuk ishte puna individuale. Në ç'kuptim puna individuale? Njerëzit nuk punojnë në skuadër? Njerëzit punojnë kundra njëri tjetrit, nuk e kanë atë frymën e skuadrës, bashkëpunimin, transparencën në punë, të cilën unë e kam vënë shumë re. Në Gjermani më the pak më parë, puna ishte si me buton. Doje diçka nga financa, të vinte informacioni. Doje nga burimet njerëzore, një informacion të vinte direkt. Informacioni, ndërsa këtu të pengonin apo jo për të bërë. Këtu ishte një pengesë për punën tënde. Për të bërë punën ashtu si unë kisha qejf dhe siç doja. Diçka që më ka lënduar dhe më ka bërë përshtypje është mungesa e humanizmit. Duhet japësh respektin edhe një sanitareje. Sanitareja ka rolin e vet dhe ajo për mua është shumë e rëndësishme. Dhe asaj duhet qeshur në mëngjes, jo vetëm menaxherit. Edhe një kopshtar ka rolin e vet në një hotel ose në një vend pune, që hoteli të shkëlqej ose vendi punës të shkëlqej, ndërtesa të shkëlqej. Në çfarë do lloj pune mund të jetë, kopshtari, sanitarja, një hidraulik. Dhe kjo është fryma ime që unë jam rritur që në Gjermani dhe që kam punuar, duhet të respektosh qenie njerëzore. Kjo është shumë e rëndësishme dhe në punë, dhe ecën puna, dhe janë të gjithë të lumtur. Si ka qenë viti yt i parë në Gjermani tek familja gjermane? Çfarë mësove ti nga rregullat e bashkëtesës në një familje gjermane? U bë si familja jote e dytë ata të birësuan në një kuptim? Për 2 muajt e parë ka qenë shumë e vështirë. Sepse nuk i dija rregullat, nuk i dija si do shkoja në kursin tim të gjermanishtes. Nuk dija si do kthehesha natën, vetëm qaja, doja prindrit. Por buri i familjes, Eike Fast quheshe, tha mos qaj je shumë e fort. Hingefallen, aufstehen, Krone richten, weiter geht's. Që do të thot, në qoftë se je rrëzuar, ngriu, drejto kurorën dhe vazhdo përpara. Si një mbretresh. Si një mbretresh. Dhe ti more forcë. Dhe u mora forcë, po ata më kanë dhënë shumë kurajo, ishin shumë të mirë. Më kanë marrë në udhëtime, nuk më kanë lënë asnjëherë vetëm. Më kanë mësuar shumë gjëra, më kanë mësuar shumë rregulla. Më kanë mësuar si të sillesha, si të flisja. Kishin fëmijë ata? Një beb. Kishin një bebe. Dhe një fëmijë që ishte i përkëdhelur, me 17 vjeç, do kujdeseshe për një beb tjetër. Domethënë puna e parë që ke bërë ka qenë babysitter. Po. Babysitter 17 vjeç kujdesej për një fëmijë 2 vjeç. Po. Gjuhën e ke mësuar nëpërmjet prindërve të bebit. Gjuhën e parë. Prindërve të bebit, po. Shkoj edhe në shkollë? Jetoj edhe në familje? Po. Shkoja në shkollë, mbas dite, sepse para dite duhet isha me bebin. Kështu që ti mësove rregullat e para të mësisë me bebin e këtij çifti. Me bebin e Eikes Fast dhe Angela Fast, po. Po kur qante bebi natën? Kujdesej mamaja, po. Ishte mamaja. Aty pastaj unë e jepja dorëzim kur vinte në orën 5 dhe nuk isha më punë fare, dhe të shtunë të diel isha pushim. Studimet e tua lidhen me turizmin? Pse
Pse bëre këtë zgjedhje dhe çfarë të intrigonte kaq shumë që të merresh me turizmin? Ideja pse zgjodha unë turizmin ishte me këtij çifti unë vendosa të studioja turizëm, sepse këta punonin të dy në turizëm, ishin në këtë kompani të madhe gjermane, të cilën unë e kam ëndër ta hap në Shqipëri dhe kjo më pëlqen shumë. Me sa kuptoj ata të kanë dhënë 3 gjëra të rëndësishme, të kanë dhënë atë strehën e ngrohtë që të duhet kur je i vetëm në mes të botës dhe kërkon të gjesh veten në ëndrat e tua. Të dhanë rrogën e parë, duke të besuar beben e tyre. 350 euro. Aq ishte rroga jote mujore. Por ama kisha akomodimin në shtëpinë e tyre. Jetoje mirë. Me ekstra, po. Dhe ndërkohë të dhanë dhe mundësinë që të hapi horizontet të shkollohesh në një shkollë që do të linte kur pa profesion, si dhe të shikoje në mënyrë praktike si funksionon agjencia. Të bëj edhe udhëtime me familjen. Të bëj edhe udhëtimet me familjen. E vërteta është këtu Arketa që kam udhëtuar në shumë vende me atë familje ku unë me të vërtetë nuk do t'i bëja dot vetë me atë rrogë që kisha me 350 euro. Nuk. Sa vite jetove në këtë familje? 1 vit. 1 vit. Në këtë 1 vit gjithë sa përvoja. Pastaj çfarë ndodhi me ty? Pastaj pas 1 viti unë shkova në Bonn. Motra ime jetonte në Köln. U afrova tek motra dhe aty filloi pastaj pjesa e studimit, pjesa e çmendurisë, pjesa ku unë punoja si kamariere. Pse çmendurisë? Sepse ka qenë një kohë shumë e bukur. Ka qenë një kohë që unë nuk do ta harroj asnjëherë. Na tregon ndonjë gjë të bukur. Nuk u dukesh fare ti nga këta tipa që bëjnë çmenduri, më dukesh o jam vële but. Më thuaj ndonjëherë kur ke dal nga vijat, se dhe të urtat e të butat kanë momentet e tyre të shpërthimit të pasionit edhe. Nuk e di. Mora rrogën e parë për shembull. Dhe kur punoja si kamariere, nuk kishim asnjë gjë të hanim. Ja fsheha të gjithë dhe shkova bleva kpucët e mia Prada. Të parat. Pse të duheshin të një palë kpucë Prada në atë kohë kur diskutoi ekzistenca, nevojat e ekzistencës? Sepse kam parë të filmin Teufel trägt Prada. Djalli vishet me Prada. Dhe më pëlqenin shumë. I pash një herë dhe ria i mendoja do t'i kem. Dhe punova 2 fundjava ishin ato. Dhe në fund të muajit unë pastaj i mora. Ato kpucët Prada ishin simboli sandale, 2 ripa sandale ishin. Po ato kpucët Prada ishin simboli një dëshire që po të punoja mund t'i mbrije? Po, i kënaqësisë time që kur i bleva dhe i pash në kuti, thash, wow, këto janë të tuat. Po të nesme nuk isha çfarë të haja. Sa palë kpucë Prada bleve gjatë jetës? Të them të drejtën kam gjithë kohës që jam në Gjermani, kam 50. I ke pasion këpucët, apo jo, je koleksioniste këpucësh? Të them të drejtën kam bi 250 këpucë. I ke pasion këpucët? Po të japi 200 këpucësh, pëse me në të turizëm? I dua për vete dhe i kam në shumë ngjyra dhe në shumë forma dhe në shumë në çdo shtet që shkoj blej këpucë. Shi sa bukur. E po nuk pas ka qenë çantat. Këpucët dhe çantat, po nuk pas ka qenë kot. Jo. Kjo sakrificë që ke bërë, që edhe pa bukë dori, po këpucët do t'i kem. Mua më shumë më duket kështu si një thirrje e brendshme e një vajze që sakrifikon, që studion, që punon vetë, dhe në fund fare kur i ka ato parat në portofol thotë shumë vërtet. I bleva vetë, këto janë të mijat. Domethënë janë më shumë një konfirmim e asaj që unë atë që dua mund ta kem, mund ta posedoj. Kështu që këto këpucët Prada, të parat që pas ke blerë, shpresoj ti kesh aty në muzeun e këpucëve të tua, i ke kujtim? Po, kam edhe një palë që imitonin Prada të vërteta. I bleva tek një dyqan turk në Bonn për 15 euro. Dhe ato i kam akoma, jam bashk në shtëpi. Si ka qenë rruga jote për të realizuar ëndrat e tua? E mundimshme apo të ka shijuar ky mundim? Një vajzë re shqiptare pas një përkraje që e nis nga zero, 17 vjeç, në një familje gjermane që jep dorën fillimisht. Kur e shikoj nga e tashme atë shkuarën, them e kam bërë shumë mirë dhe më pëlqen si e kam bërë. Rrugtimin tim me sfidat e mia, ka qenë koha ku unë i bia murit me kokë dhe do dilja në një vend. Ndonjëherë pendohesha, dorëzohesha që thoja, okay, do kthehesh në Shqipëri sepse aty e ke sigurinë tënde, ke prindrit, nuk ke kaq shumë sakrifica, nuk ke nevojë të dëgjosh kaq shumë njerëz, kaq shumë probleme, nuk ke nevojë të mendosh me çfarë do të paguash nesër qiranë e shtëpisë.
Por ti ja dole dhe nuk u dorëzove. Por unë nuk u dorëzova asnjëherë. Studiove Edhe sa nuk vite pëlqen. universitet? 4? 2 vite universitet dhe 3 vite shkollën profesionale. Pastaj fitove vendin e parë të punës. Pastaj fitova vendin e parë të punës tek Altuas. Po një Altuas. kompani, po një kompani turistike gjermane e madhe. Përpara se të flasim për eksperiencën e parë në agjenci turistike të udhëtimeve, dua të di çfarë do duhet i thoja asaj familjes së parë gjermane që ti nuk e harron kurrë që të da dorën e para. Dhe thuaja në gjermanisht që ta dëgjoj dhe t'ja dërgosh madje, si mesazh se do kënaqen. Është shumë bukur kur e merr mirë njërin. Ajke, Fast dhe Angela janë fatkeqësisht janë ndarë. Unë kam kontakt, por prap ata do ta dëgjojnë. Ich danke euch ganz herzlich für eure Unterstützung in den ersten Jahren. Çfarë i the? E përkthej. Po i them nga zemra, ju falenderoj shumë për eksperiencën që më keni dhënë në vitin e parë. Ich bin immer dankbar für das, was ihr mir gegeben habt und man kann es nie vergessen, was man einen geben kann in den ersten Jahren, wo man alleine ist. Të kuptova dhe unë se kam studiuar pak gjermanisht. Domethënë, I the që jam shumë mirënjohës për ndihmën që më keni dhënë, sa ai që ti jep dorën kur ke nevojë, nuk harrohet asnjëherë? po. Diçka e tillë apo jo? Sepse fjalë për fjalë nuk e përkthej dot në shqip, siç është në shqip. Ja, e përktheva unë pak a shumë. E përktheva mendimin apo jo? Pastaj në agjencinë tjetër turistike, cila ishte pjesa më e bukur e rrugtimit tënd profesional? Ti udhtoje botën apo jo? Unë udhtoja, po, shumë udhtoja. Pjesa e parë ishte kur unë udhtova ishujt e Spanjës me kolegen time bashk dhe kishim vetëm 2 orë punë, nuk kishim shumë, vetëm sa të shikonim gjëra dhe të bashkëpunonim, të nënshkruanim kontratat dhe pastaj ishim për pushime dhe këtë kam shijuar shumë them drejtën. Punë e bukur është me thënë drejtën, të merresh me agjencitë udhëtimeve, ëh? Shumë. Madje ky profesion i ri i kohëve moderne, që ti jesh një travel apo food blogger është dhe më i bukur akoma. Shumë i bukur. Se ti duke punuar shijon gjithkohës sheh realitetet e reja, vende të bukura. Shumë i bukur. Kështu që ti më pëlqen shumë. Ti si- Adhuroj. Në 11 nëntor, në orën 11:11 paradite, nis festa e karnavaleve. Po. Dhe ti në takimin e parë më përmendë se e doje shumë këtë festë. Po. Më duk shumë interesante sepse ne kemi pak informacione se si festohen karnavalet në Gjermani, dim karnavalet e Venecias apo të Viarregjës apo të Brazilit, po këto të Gjermanisë unë nuk i kam shumë të dëgjuara. Është një festë në Gjermani, përfaqëson lirinë, gëzimin dhe te kalimin e rendit të zakonshëm shoqëror. Gjatë kësaj kohe njerëzit maskohen, vishen me kostume, bëjnë paradë dhe satirizojnë figurat politike apo shoqërore duke përmbysur hierarkinë e përditshme. Pra, historikisht kjo periudhë ka qenë një shpërthim gëzimi para agjërimit dhe disiplinës së kreshmës. Po. Pse e shijonti kaq shumë karnavalen gjermane? E shijoj shumë sepse aty ndihet njeriu ndihet aty i lirë. Mund të bëj çfarë të doj, normal me brenda rregullave. Çfarë bën ti për shembull gjatë kësaj feste? Gjatë kësaj feste un jam gjithkohës duke festuar. Dihet që në mesin e Gjermanisë nga data 11 i 11-ti të çdo viti fillojnë karnavalet dhe përfundojnë në shkurt. Nëntor, dhjetor, shkurt fest në Gjermani. Janë festat e karnavaleve. Dhe kur ka Sitzungen që mblidhen, këndojnë, festojnë, mund të marrësh dhe leje nga puna. Dhe kjo është një gjë shumë e mirë që merre leje, do të thua do iki për karnavale, të festoj dhe të jepni, nuk është se kishte ndonjë problem. Po Dhe shkoje. Gjithë këto emergjencie po ndonse. Nuk e kisha dëgjuar këtë asnjëherë, më thon të Dhe drejtën. shkoje dhe unë kam shkuar shumë në Sitzungen, kam shkuar shumë, kam festuar, sidomos koha më e zjarrt është një java e fundit e shkurtit. Aty bëjnë edhe paradat e karnavaleve në çdo vend të pjesës së Gjermanisë së Mesme. Në Köln, në Mainz, në Bonn, komplet është shumë bukur dhe në Koblenz, të cilën unë kam kërcyer vet. Si Funke-Mariechen. Funke-Mariechen do të thot në shqip nuse pashku që shkëlqen. Çfarë të ka mësuar Gjermania për paran? Më ka mësuar që kush punon shpërblet dhe merr atë që do.
një nga gjërat më të bukura që Gjermania më ka mësuar në lidhje me paran është që mos ndihesh asnjëherë në mbijetesë. Pra të ke sigurinë dhe garancinë e jetës. Edhe gjëja e tretë që më ka mësuar Gjermania, puna nuk është turp. Çfarë do lloj pune të bësh? Pas humbjes së nënës, si u ndjeve ti? Ishe 24 vjeç atëherë. Çfarë të mësoi humbja nënës? Se gjithmonë nga humbja prindërve atëherë kur ndihemi më të vetmuar se kur, neve na shkundet ekzistenca edhe mësojmë t'ja dalim vetëm. Arketa kur humb nënën, humb atë përqatëfimin, humb shtëpinë, humb gjithçka. Dhe kjo më bëri më të fortë. Mbas humbjes së nënës ti të mbante lidhur me Shqipërinë, kujdesi për babain ndërkohë. Ne kemi qenë si familje shumë e lidhur. Sidomos unë me babin kam qenë shumë e lidhur. Nëna iku shumë shpejt apo jo? Nuk e prisnim sepse nuk kishte asnjë lloj sëmundje, asnjë gjë dhe iku jashtëzakonisht shumë shpejt. Jeta është e pabesë. Jeta është me vërtet e pabesë, por mbylli një derë që nuk u hap më. Çfarë bët juve dy vajza për babain nga Gjermania? Gjithçka. Ne mundoheshim të bënim gjithçka. Por rolin e mamit. Rolin e mamit nuk e merr dot. Asnjëri. Çfarë kujton nga fëmijëria jote, nga ajo shtëpia e ngrohtë? Si ka qenë dashuria e prindërve të tu? Shumë e madhe. Kam bërë gjithçka për mua. Kam qenë një vajzë shumë e përkëdhelur. Kam ndjerë për kujdesin e tyre, më kanë rritur me edukat. Kur unë me motrën shkuam në Gjermani, ishte koha kur ne shqiptarët ka përceni muret e ambasadës gjermane dhe prindrit e mi e mundsuan këtë gjë pa këtë lloj sakrifice, por duke marrë një kredi për neve që ne të shkonim dhe të shkolloheshim në atë vend dhe të kishim një jetë më të mirë. Si është kur prindrit nuk jetojnë më, mbetesh jetim edhe kur je shumë i rritur? Si jeton njeriu jetën pa prindrit, ë? Është një boshlik rreth cilit organizohet jeta. Jeton. Pas kush nuk i zvendëson dot. Asnjëri. Cilat janë këshillat më të bukura që të ka thënë nëna dhe babai, që ti ke pasuri të madhe për veten tënde, për jetën tënde? Çdo prind lë diçka të vyer tek fëmia ti. Mami më thoshte mos u mërzit për asgjë. Prandaj ti duhet qash tani. Normal. Kurse babi më tha vetëm ec përpara dhe më bëri me dorë. Ballafaqimi me vdekjen është një ballafaqim Ka qenë i rëndë dhe i vështirë. Shumë. Ka qenë shumë e vështirë sepse të shikosh personin ti që e adhuron idhullin tënd, të shikosh se si ai mbaron çdo ditë. Dhe kjo ishte jashtëzakonisht shumë e vështirë si për mua si për motrën. Prandaj motra ime dhe nuk e përballon dot të vinë në Shqipëri. Çfarë shpresë ke për shoqërinë shqiptare dhe për të ardhmen këtu? Shqipëria do bëhet e mrekullueshme. Në 100%. Janë shumë se sa Gjermania. Do vinë të gjithë mbrapsht pastaj nuk do ketë më vend. Si të ndihmoj studimi i turizmit për ta parë botën ndryshe, Ajtanka? Duke studiuar turizmin botëror, duke udhëtuar nga një kontinent në tjetrin, duke njohur shumë njerëz, duke prekur shumë nga afër shumë kultura, më kanë mësuar që qenia njerëzore është gjëja më e rëndësishme. Nga gjitha vendet që ke vizituar, cili është vendi që të ka lënë më shumë gjurmë dhe nga i cili ke nxjerrë më shumë mësime për mënyrën se si duhet të funksionojë një shoqëri? Të them të drejtën, në Spitsbergen ose Island. Island ka pëlqyer, unë jam kthyer nga Islanda. Po, çfarë të ka pëlqyer në Island? Vendi jashtëzakonshëm, destinacion 100 pikësh për mua. E adhuroj në Grönland, një fshat shumë i vogël, Illuminanin quheshe. Dhe aty ishin një komunitet shumë i vogël, nuk ishin absolutisht
asgjë mbijetonin me shlitën, me qenë që i të rishte shlitën. Shlitën janë slitat, ë? Slitat. Po. Shlitën. Shlitën. Dhe prap ishin të lumtur, sepse bashkëpunonin me njëri tjetrin. Dhe kjo më impresionovi aq shumë sa atëherë na ftuan edhe në shtëpi, kolegja ime dhe unë shkuam në një shtëpi të një familje të këtij fshati ose të këtij komuniteti të vogël. Në Akullnaja, ishte në mes të detit. Wow. Ku jetonin ta njerëz, si ndërtonin shtëpitë aty në Akullnaja? Prej drase ishin. Si ngroheshin? Ngroheshin me dru dhe drut dhe furat i hapnin vetëm në atë kohë kur vinin miqt, që të respektonin miqt. Po vetë si vetë kishin bërë xhupa ose pallta gëzof nga arind që nuk jetonin më. Sepse nuk lejoheshin ti vrisnin arind. Dhe ty të dukeshin të lumtur këta njerëz. Shumë të lumtur ishin. Po ku e lexove lumturinë e tyre? Ata vetëm qeshnin dhe syt i shkëlqenin. Po mirë, dinin ata se ç'ishte këthe në pjesën tjetër të botës apo? Se kur kam shkuar unë njërë në një Masai Village në Afrikë, thash sikur ta dinin këta njerëz se çfarë bëhet me botën e qytetëruar, kush e di ç'do bënin që të dilin nga ky fshat i vogël i izoluar. Mbas edhe e din, sepse ata kishin gomone për të marrë ushqimet, kishin një supermarket të vogël. Ku blie, ata ishin shumë të lumtur kur i çoja një çokoladë. Dhe kjo më bëri të mendoja, theja, sa shumë neve kemi, sa shumë un kam si person, ose sa shumë neve kemi në dispozicion dhe nuk jemi mirënjohës. Ndonjëherë nuk duhet shumë për të qenë e lumtur. Duke pasur përvojë ndërkombëtare, si është potencialin e Shqipërisë në turizëm krahasuar me vendet që ke vizituar? Për momentin, jo shumë të mirë. Pse? Për momentin. Sepse, të them, vendet e tjera e shikojnë turizmin si industri. Industri që sjell tër vitin të ardhura. Kurse në Shqipëri, për fatin e keq, fatkeqësisht turizmi në Shqipëri është sezonal. Një tjetër problem është që për momentin nuk vjen turizëm elitar. Vjen vetëm turizëm popullor. Duhet të rregullojmë strukturat e hoteleve të luksit. Për këtë duhet të bëj punë dhe qeveria dhe privati. E ke gjetur qetësinë shpirtërore? Jo. Çfarë mungon jetën tënde tani? Qetësia shpirtërore. Çfarë ëndresh ke ti Ajtanka? Për momentin ëndra ime është dhe fokusi është pjesa e investimit, që t'ja arri atë që dua dhe të dali me sukses, plus që kam dhe një ëndër tjetër që dua të bëj patentën e motorit. Po motori nga doli, je pak e çmendur ti. Motori më ka pëlqyer gjithmonë. Motori është fluturim, është merr ajër, është qetësi. Më pëlqen shumë kjo lloj adrenaline që më nxjerr nga zona e komfortit. Faleminderit Ajtanka dhe suksese me sipërmarrjen tënde të re. Dhe shumë bukur që je kthyer në Shqipëri. Arketa, më shumë se sa mund Afrikën sot këtu, harita ose ja dola sfidës që nuk u ktheva mbrapsht. Se siç e di, unë të thash përpara se të futesha, thash më mirë e shtym podcastin. Se më duhet e pak kohë të praktikoj shqipen. Të praktikoj shqipen, po. Po në fakt ne të kuptuam shumë mirë. Po. Kështu që you did it, girl. Faleminderit.